Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Danja Koka, pas një periudhe të ngarkuar me punë të shumta, ka gjetur kohën për t'i kaluar disa ditë pushimi pranë detit. Por këtë ditë, ajo nuk është vetëm. Ajo po e shijon kohën pranë partnerit të saj. I dashuri i saj ka ndarë në rrjetet sociale disa pamje ku afërsia dhe harmonia mes çiftit janë më së të dukshme. Kujtojmë se gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në vend, Danja ka folur me fjalë shumë pozitive për partnerin e saj, duke vlerësuar lart lidhjen e tyre. Nga ana tjetër, Danja së fundmi ka realizuar një bisedë virtuale me ndjekësit në Instagram. Por mes pyetjeve të shumta ishte dhe ajo se çfarë lock screeni kishte. Danja zgjodhi t'i përgjigje me një foto në krah të dashurit të saj, duke shtuar: "S'më të vë një tjetër." Ky postim është parë nga ndjekësit si një zyrtarizim i lidhjes së saj, ndërsa siç e thamë edhe më lart, çifti po shijon pushimet në jug të Shqipërisë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.